Në kuadër të masave për mbarvajtjen e sezonit turistik 2026 dhe zbatimit të urdhrit për monitorimin e të gjitha pishinave, Inspektorati Shtetëror Shëndetësor ka intensifikuar kontrollet në subjektet që ushtrojnë aktivitet në fushën e hoteleri turizmit, pishinave dhe beach bareve. Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale bën me dije se inspektimet kanë si qëllim verifikimin e zbatimit të standardeve higjieno-sanitare dhe garantimin e sigurisë shëndetësore për qytetarët dhe turistët gjatë sezonit veror. Sipas ISHSH, gjatë kontrolleve të zhvilluara në terren, në disa subjekt janë konstatuar shkelje të legjislacionit në fuqi për të cilat janë marrë masa administrative përkatëse. Jemi nga Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, me hapjen e sezonit turistik ka dalë një urdhër për monitorimin e të gjitha pishinave, kështu që sot kemi monitorimin e pishinës tuaj. Në disa subjekte janë konstatuar shkelje dhe janë marrë masa sipas legjislacionit në fuqi. Qëllimi i Inspektoratit Shtetëror Shëndetësor është garantimi i kushteve higjieno-sanitare në për një sezon sa më të mirë dhe sa më të shëndetshëm për jetën e qytetarëve dhe turistëve që vinë në vendin tonë. Inspektorati Shtetëror Shëndetësor ka ngritur një grup të gatshëm, i cili është gjatë gjithë kohës dhe çdo ditë në terren dhe është në pritje të ankesave të qytetarëve dhe ndihmës së subjekteve përkatëse që kërkojnë ndihmë nga ana jonë. Objektivi kryesor sipas Inspektoriatit Shtetëror Shëndetësor mbetet garantimi i kushteve optimale higjieno-sanitare, duke kontribuar në një sezon turistik sa më të sigurt dhe të shëndetshëm. Për këtë qëllim, institucioni ka ngritur edhe një grup të posaçëm në terren, i cili ushtron kontrolle të përditshme dhe është në gatishmëri për trajtimin e ankesave dhe denoncimeve të qytetarëve.